Shqipëria ka hyrë zyrtarisht në sistemin evropian të identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve të shoqërimit, pas një marrëveshjeje mes Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Urdhrit Profesional të Mjekut Veterinar të Shqipërisë. Marrëveshja e firmosur më 30 prill 2025 nga drejtori i Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, zoti Sulejman Kullolli, dhe presidenti i Urdhrit Profesional të Mjekut Veterinar të Shqipërisë, doktor Ervin Resuli, parashikon që vetëm veterinerët e licencuar do të kenë të drejtën ligjore për mikroçipimin dhe pasaportizimin e qenve dhe maceve. Ky sistem i ri garanton gjurmëshmërinë, mbrojtje të mirëqenies së kafshëve dhe forcimin e sigurisë shëndetësore, duke ndihmuar në kontrollin e sëmundjeve zoonotike si tërbimi, leishmanioza dhe toksoplasmoza. Unioni Evropian i Veterinerëve të Praktikës, një nga organizatat më të rëndësishme europiane në këtë fushë, ka përshëndetur publikisht marrëveshjen me 23 maj 2025. Sipas Unionit Evropian të Veterinerëve të Praktikës, ky është një hap strategjik që vendos Shqipërinë në përputhje me standardet europiane dhe e bën atë pjesë aktive të sistemit veterinar të Bashkimit Evropian. Shqipëria nuk është më jashtë sistemit, por pjesë aktive e tij. Marrëveshja është një model për të gjithë rajonin, thuhet në deklaratën zyrtare të Unionit Evropian të Veterinerëve të Praktikës. Ky zhvillim vjen vetëm pak muaj pas pranimit të Urdhrit Profesional të Mjekut Veterinar të Shqipërisë, si antare me të drejta të plota, duke rritur dukshëm rolin e Shqipërisë në vendimarrjen europiane për sigurinë veterinare dhe mbrojtjen e shëndetit publik.